Aflatoksina B1 konsiderohet jashtëzakonisht e rrezikshme për shëndetin e njeriut dhe Agjencia Ndërkombëtare për Kërkime mbi Kancerin e klasifikon atë si një kancerogjen njerëzor të grupit 1. Ekspozimi mund të çojë në një sër pasojash të rënda shëndetësore, duke përfshirë helmim akut, qiroz të mëlçisë dhe një rrezik të lartë të kancerit të mëlçisë. Konsumi i dozave të larta të aflatoksinave gjatë një periudhe të shkurtër mund të çojë në aflatoksikozë akute, sëmundje kritike kjo që mund të jetë fatale. Simptomat përfshin dëmtim akut të mëlçisë, të përzierja, dhembje barku, edem, konvulsione, kom dhe vdekje për shkak të dështimit të mëlçisë. Studimet në kafshë tregojnë potencial për efekte teratogjene, që janë defekte të lindjes dhe dëmtime të veshkave, sistemit nervor dhe sistemit riprodhues, megjithse të dhënat njerëzore mbi këto efekte janë më pak të gjera. Sasia e fundit e cila është bllokuar ka qenë 25 ton në doganën e Hanit Hotit dhe AKU Shkodër njoftoi se destinacioni ishte Elbasani. Do të kemi në fakt në lidhje edhe përfaqësuesit e AKU-s në Shkodër, do të jetë Ramir Hadëri, drejtori i AKU-s në Shkodër. Mirë se vjen Ramir, kënaqësi që të kam. Madje do ta bëjmë pak bisedën e parë për të më sqaruar në lidhje me këtë sasi që është kapur. Do të kemi Ilir Pilkun, ekspert i agrikulturës. Mirë se vjen, kënaqësi Ilir që të kam. Gjithashtu do të kem po edhe Firdus Kurtin, përgjegjës në AKU në Elbasan, më pas po gjithashtu edhe fermerë të cilët janë në përditshmëri për të kuptuar se si mund të gjendet aflatoksina, edhe a i bëjnë si mund të bëhet analiza, pra kuj duhet i besojnë në raport me këtë. Po ndërkohë nga ana tjetër kam dhe Granit Sokolaj, si mbrojtës i konsumatorit nga qendra Alert, mirë se vjen, kënaqësi. Gjithashtu Granit. Kështu që po e nis bisedën duke më sqaruar një çik se çfarë ka ndodhur në të vërtet nga AKU dhe cili ka qenë aksioni nga AKU në Shkodër dhe më pas e bëjmë bisedën bashkërisht. Pra patëm një sqarim çfarë ishte aflatoksina. Ramir, më dëgjon? Po, përshëndetje. Mirë se vjen. Mirë se vjen, kënaqësi. Buxheta, faleminderit për ftesën. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Ishte një aksion në cilën u kapën 25 ton misër, apo jo? Po. Mi bazën e planit të mostrave që kemi pas si drejtori rajonale, është marrë analizimi i mostrave për ngarkesën. Rutina apo kishte ndonjë njoftim? Jo, shkohu ka qenë një njoftim, realisht ka qenë një alert që ka dalë një ngarkesë nga prezenca nga përpunimi i qumshtit dhe atëherë jemi bazu që kemi marrë mostrat të një fermë në qarkun e Shkodrës që ishte kryesorja dhe njëkohësisht kemi bërë dhe bllokimin nga një keq zhurmueshmërisë, atëherë kemi arritë që edhe në pikë të Hanit Hotit kemi marrë të ngarkesa që ka pas këtë destinacion, kemi marrë mostrat. Dhe ka dalë prezencë ditën e shtunë, realisht kena marrë një njoftim nga Isuvi që ka pas prezencë të aflatoksinë B1-shit për ngarkesën nga Serbia, po ashtu dhe ka dalë dhe nga një keq zhurmueshmërisë dhe nga firma që kemi në qarkun e Shkodrës një fermë, ka dalë nga raport provat paraprake, ka dalë me prezencë aflatoksinet. Njëkohësisht vazhdon bllokimi i çdo ngarkese që vjen nga Serbia me destinacion Hanin e Hotit, me destinacion Shqipërinë, por pika kalimit është në Hanin e Hotit. Aktualisht kemi pas dhe 3 ngarkesa të tjera rreth 75 ton që kemi çuar analizat në laboratorin e Isuvit për analizim të produktit. Dhe me bazën e kësaj po vazhdojmë mjekën e zhurmueshmërisë në total se i ka nol. A thuashtë a mund të jetë bashkëpunim me struktura të tjera të drejtorisë përgjithshme ashtu dhe me strukturat paralele të AKVM. Do të thënë vetëm për ta sqaruar, kjo sasi, një sasi është gjendur në Shkodër dhe kjo sasi ku do të shkonte nga Hani i Hotit? Nga Hani i Hotit kishte destinacion Elbasani. A do shkonte në Elbasan, pra sasia do të. Po, kjo e 25 ton që është bllokuar në Hani. Importues të ushqimit për kafshë. Një importues të ushqimit për kafshë, për ta sqaruar. Po sa shpesh ndodh për shembull që ju Ramir të ndaloni një produkt i cili të ketë kontaminim nga aflatoksina? Do të thënë ne punojmë me bazën e planit dhe janë me bazë planit mostrave, atëherë mi bazën e saj mund dalin raste të e ka fjalën që ndodh shpesh nga aksioni juaj që të ketë të gjenden produkt se për shembull për masën edhe për ne që jemi gazetarë, aflatoksina për herë të parë dëgjohet. Pra është dëgjuar le të themi kohët e fundit. Mund të bëjë një pyetje?
Po. Apo dhe raste tjera që është një gjurmëshmëria dhe apo alerte të ndryshme që kanë ardhur nga aflatoksina, por ky rast ishte pak më i veçantë dhe sepse kishte sasi që po vinte nga një shtet tjetër dhe doli me prezencë. Ne njeh me gjithë procedurat ligjore që janë që nga bllokimi dhe do të rianalizohet, sa ato kanë qenë analiza paraprakë realisht, por nga ky moment ka prezencë që ka pas mi normat e lejume që është 002 për ne, është bë bllokimi. Okej, mirë. Po, Grani, do të bëj një pyetje. Po, kisha një pyetje në fakt për Omirin, nëse 3 ngarkesa tjera të ndaluara pas ngarkesës parë janë nga i njëjti importues ose nga i njëjti eksportues nga Serbia apo cila është origjina e tyre. Që më thënë, sepse ka diçka, subjekti hyn në atë që quhet risk i lartë dhe pastaj kontrollohen shumë ngarkesa rresht. E kuptoj. Po. Eksportuesi është Serbia aktualisht për të 3 ngarkesat, sipas informacioneve të nga piku i Hanit Hotit. Pra të treja janë nga Serbia. Të 3 ngarkesat janë nga Serbia, por destinacioni nuk është i njëjtë, për nuk janë, domethënë, nuk kanë destinacion të njëjtë në 3 subjekte, janë në 3 subjekte. Po, ama ai që e dërgon, pra dërguesi, e qartë, po eksportuesi pyet Graniti. Eksportuesi është i njëjti nga Serbia? Nga Serbia? Eksportuesi eksportuesi ka qenë i njëjti për të 3 këto ngarkesat, ndërsa importues që janë 3 subjekte të ndryshme. Dhe është bë bllokimi për të 3 deri në daljen e analizës. Dhe një pyetje tjetër që ta falenderojmë dhe Ramir që erdhi në bisedë. Zakonisht vjen vetëm nga Serbia si produkt ose eksportuesit, këta dhe eksportuesit? 90%. 90% janë nga Serbia. 72.000 dhe në 78.000 tonë vjen në Shqipëri, vjen nga Serbia. Misër, po tani do pyesë edhe se ku mund të gjendet tjetër, pra në qoftë se janë dhe dithra. Mirë, Ramir, ndonjë element tjetër keni ndonjë analizë të radhës? Që ta dim. Ne presim 3 ngarkesat e fundit që janë marrë mostrat. Dhe njëkohësisht po vazhdojmë me njekjen e gjurmëshmërisë nga ferma, sepse ferma kishte marrjen e kishte marrë në vende të ndryshme ushqim për kafshë. Pavarësisht se ishte i njëjti eksportues nga Serbia, por importuesit ishin të ndryshëm. Aktualisht ne po vazhdojmë me njekjen e gjurmëshmërisë. Pra priten dhe analizat të tjera, a? Po, presim analizat e tjera. Dhe në total sa ton misër bëhen, Ramir? Aktualisht, këto që presim janë 75 ton që presim analizat që kemi dërguar sot në sot. 75 ton. Ka pas ngarkesa me 25 ton që doli me prezenca aflatoksinë për njëshim mi normat e lejume dhe një që kemi të ferma që është ushqim për kafshë që ka qenë rreth një sasi rreth 1500 kg. 1500 kg. Të falenderoj shumë, faleminderit që ishe Ramir në bisedë. Faleminderit që na sqarove edhe për kapjen që keni bërë. Tani, për ta diskutuar edhe pak me Pilkun, çfarë ndodh në të vërtetë? Domethënë, aflatoksinën e sqaruam pak a shumë se çfarë është. Po gjendet sa kemi në normën njëherë. E kemi në normën po një lloj si Serbia që mos bëjmë dhe ne këtë. Shiko, ai që duhet të themi në radhë parë është një vlerësim për autoritetin e kontrollit ushqimor akon që e kanë ndjek këtë pjesë dhe pastaj funksionimin e gjithë zinxhirit të gjurmëshmërisë, pra përcaktimi i atij që e ka porositur, ferma blegtorale që do përdore, pra ky është gjurmëshmëria. Pra në këtë rast unë jam shpreh me fjalë me sinqeritet, shpreh një vlerësim për të gjithë. Çfarë është aflatoksina? Sa kemi në normën? Po, a kemi në normën ndryshe nga Serbia? Norma në qumë është jo në misë. Pse ka ndryshime kjo? Do të ta shpjegoj edhe këtë. Aflatoksina gjendet në gjitha dritrat. Pra nuk është vetëm misri, gjendet në grur, gjendet në elb. Pra gjendet kudo? Gjendet kudo. Në frutat është mytotoksinash. Pra gjendet në frutat e thata, në arroret e thata, në arroret lethia, me jonxha apo sillazh, se duam ta lidhim me ushqimin për kafshë. Pa nuk është vetëm për kafshë, e kemi në përdorim edhe në pasiceri, e kemi në përdorim në bukë,
e kemi përdorim në ushqim për Ju thoni blektorin. që ne nuk shpëtojmë nga aflatoksina. Shiko, të që leta diskutojmë pak, kjo është e pjesa e diskutimit. Çfarë efektesh ka dhe ku dhe normativa. Në qumësh është ne kemi një njësim me Bashkimin Evropian. Ne kemi 0,05 Miligram për litër. për kilogram. Për litër qumësht. Ose për litër qumësht. Pra është një normativ në fakt shumë e ullët që ka vendos dhe kuptohet që ka vendos Bashkimi Evropian. Amerika, Kanadaja, Kina e kanë 10 fish më të lartë të lejuar. Kina. Po, Amerika, Japonia, Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Më të lartë se ne? më se Bashkimi Evropian. Ne kemi të njësuar me Bashkimin Evropian. Ne jemi një lloj me Një lloj me Bashkimin Evropian. Pra, do thoni kushdo mund të na thotë që Amerika nuk I don qytetarët e popullin e vet, Kanadaja gjithashtu. Kjo është luftë tregtare. Kupton atë superfuqi në prodhimin e korns të drithrave. Po. Kështu që kjo është një lloj barriere mos të hyjë në Europë ky lloj Por prodhimi. gjithmonë këto drithra mund të përdoren jo vetëm për kafshët, mund të përdoren edhe për ëmbëlsira, për bukë, për çdo që lidhet me Ky është I destinuar ushqim për kafshë, se cilësitë ndryshojnë disa. Okej. Ndërkohë që Se mos na dalim, më fal, Lilir, lutem, se mos të hapim panik pastaj edhe për bukën. Jo, po se pastaj do të themi na pas keni që mos hapim panik. Nuk ka si lloj panikosje, do ta themi, se për aq kohë sa Amerika e ka 10 fish më të lartë të lejuar, kështu që nuk përbën ndonjë problem. Por sidoqoftë ne duhet të respektojmë rregullat e Bashkimit Evropian. E kuptoj. Dhe kjo është ajo çështje që shpeshherë ne diskutojmë ku duhet të bëjmë kontrollin. Duhet ta bëjmë kontrollin në dogan ku na vjen lënda e ushqimit, apo duhet ta bëjmë kontrollin në fermën blektorale, apo do ta bëjmë kontrollin në fabrikat e qumshit, a duhet ta bëjmë kontrollin në prodhimin e bukës të ëmbëlsira. Pra është tematik shumë e gjerë. Firdusin edhe direkt do analizojmë pastaj bashkë, të përfshijmë edhe fermerin më vonë. Kam gjithashtu edhe Firdus Kurtin, përgjegjës në AKU Elbasan. Firdus, mirë se vjen, kënaqësi që të kam gjithashtu. Mirëmbrëma edhe panelit, sepse janë miqtë të mi të njohur, do të thënë jemi të fushën. Ne si Drejtoria Regionale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Elbasan, kemi qenë pjesë e kësaj problematike për arsye sepse kemi ndjekur gjurmëshmërinë e produktit, masi ka dalë me problematika gjatë analizimit në ISUF në fazën e parë, dhe në qarkun e Elbasanit është ky importues, që importon nga Serbia, është vetëm një subjekt importues, I cili ka të importuar nga Serbia në 2 ngarkesa, të cilat kanë dalur me probleme, 50 ton misër. Tani, Firdus, jam kurioz. Ky person të ky biznes flas, a ka patur ndonjë precedencë tjetër të mëparshme? Jo, nuk ka pasur. Pra është hera e parë. Është hera e parë, ky është biznesi I madh që operon në fushën e ushqimit, në të gjithë ushqimet për kafshë, në të gjitha llojet, me subjekte të cilët janë në emër në këtë fushë në Evropë. Edhe është hera e parë që ky subjekt na del me problematika, edhe importon produktin nga Serbia dhe ka marrë në të njëjtin subjekt atje që është Arviodom Tim Du në Serbi. Dhe të 2 rrugët janë marrë në të njëjtin vend. Edhe ne na rezulton, masi është bërë dhe analiza konfirmatore, 25 ton ka dalë me aflatoksinë B1. Kam një pyetje. Kjo sasi që ka ardhur, pra kur ju thoni ka ardhur, ku e ka bërë, nga ka ardhur kontrolli? Pra kontrolli është bërë këtu tek ne, I këtij sasi e misri, nga ka ardhur sinjali I parë? Të gjitha produktet që futen në Republikën e Shqipërisë janë produkte që kalojnë në fitën e pikut. Dhe aty bëhet monitorimi fillestar I ngarkesave, sipas I plani marrjes mostras që e kanë ato të pikut. Kur vjen këtu ka dalë, edhe është kapur e dyshuar një ngarkesë me 25 ton. Masi është bërë bllokimi nga ana jonë në subjekt, me shtetje dalluese I ndarë veshmas, atëherë është pritur që të bëhet analizimi I dytë.
është bërë analiza e dytë, sepse ISUV nuk mund të përcaktonte saktë, për arsye se duhet një laborator tjetër reference, dhe analiza e dytë ka dalë përsëri pozitiv, duke nisur nga kjo situatë. Po vetë biznesi dërgon analizë për asgjësi. Po vetë biznesi kërkon analizë Firdus kur sjell një produkt të tillë? Subjekti të gjithë produktin e ka me analiza të shoqëruara, po të shoqëruara nga vendi i origjinës. Po. Dhe normalisht që ai mbështetet tek ato analiza që i ka bërë. Dhe këto analiza si kanë qenë, Firdus? Kanë qenë korrekte, pra nuk tregonin? Analizat që kanë bërë janë brenda normave, janë korrekte. Edhe në ngarkesën e parë, edhe në ngarkesën e dytë. Në ngarkesën e dytë tani, ne kemi që është bërë inspektimi i fundit dhe bllokimi është bërë me datë 8 ditën e shtunë. Na rezulton që përsëri ka normë të lartë të aflatoksinës B1 te ky produkt. E kuptoj. Kjo është situata në qarkun e Elbasanit. Njëra fazë është kur 25 tonë është gati për të azgjestuar, mbasi është bllokuar, janë bërë gjitha analizat, është gati për të azgjestuar, kurse 25 tonë të tjera janë në pritje të analizës së dytë konfirmatore me qëllim që të bëhet azgjestimi ose kthimi në subjekt. Në bisedime që kemi bërë me subjektin, subjekti pretendon sepse nuk mund ta kthej në vendin nga është marrë, në vendin e origjinës. Se kthen dot në Serbi mbrapsht. Se kthen dot në Serbi prapë. E kuptoj. Mirë, tani përpara se të diskutoj edhe me të ftuarit në studio, çfarë ndodh? E kam fjalën çfarë ndodh tek biznesi? Ky biznes këtë produkt e kishte marrë për çfarë? Ja jepte baktive dhe më pas ku e dërgonte qumshtin? E eksportonte qumshtin, është qumsht brenda? E shet të treg brenda. Po. Ky misër që vjen nga Serbia është misër vektoral rifugjo, me destinacion ushimin e blegtorisë. Ky hidhet në treg, për ushimin e blegtorisë. Tani, specifikisht, aflatoksina B1, specialistët e di shumë mirë, është aflatoksinë e cila në trupin e kafshës metabolizohet dhe kthehet në aflatoksinë M1. Dhe kjo është shumë e dëmshme, dhe kjo M1-shti lët betje në produktet të kafsha, në të rast të qumshti. Dhe kjo është shumë e dëmshme për organizmin e njerëzit. Po pra, dua vetëm të kuptoj, kompania në fjalë, sigurisht pa dëmtuar dhe ne dhe pa dhënë detajet të cilat. Çfarë është? Është një kompani, është një fermë e cila shet qumësht, është një fermë e cila është një baxho? E shet për të tretët, nuk e ka të përcaktuar. Nuk është e përcaktuar. Nëse ne kemi kafsh, ushimin për kafsh do ta blejmë te ky zotëria dhe unë dua të kuptoj ky produkt ku do përfundonte më kafshët në stabiliment. Dakor, pra, po mbas kafshëve qumshti do vinte tek ne, do shkonte jashtë, pra çfarë lloj kompanie është pak a shumë për ta kuptuar. Këtë dua të kuptoj. Rasti konkret është rasti Elbasani, më fal Firdus, rasti është Elbasani. Mund të ishte kap mua aty nëse ishim importues prodhimi për kafshë. Ne ju ashesim të gjitha atyre që kanë kafshë që i marrin në regjim kryesisht stallor, po edhe shpend. Po pra, kafshë shpend, okay. Por se ke edhe gjilat e detit tani, po. Po që i ke në atë zonë. Ky pastaj sigurisht produkti do dilte në treg. Po ky nuk do thotë që është çdo ngarkesë, çdo ushqim i tillë. Dhe prandaj unë këtë dua të kuptoj. Ky importues që i ka marrë dhe i ka sjell, kjo fermë që i ka sjell. Jo, është kompani import produktesh ushqimi për kafshë. Pra ku do shkonte ky produkt? Do nxirrin në treg të lirë. Dhe nëse unë ti kemi 10 pula e marrim ju ja hedhim pulave, nëse kemi 500 lopa apo 1 milion. Këtë pra duat kuptoj, do shkonte tek gjelat e detit në Elbasan, do shkonte te produktet e kudo që gjen treg ai, nuk e ka destinuar. Që unë kam o për dele o për lopë o për pula. Pra nuk shkoj 25 ton diku në një fermë të madhe dhe më pas ajo shet. Janë 90.000 ton drithra që ne importojmë në vit. 72.000 ton. Një fermë, ja i mund të ketë edhe lopë e gjela pa fund. Sado që të ketë, janë 90.000 ton, janë shumë. Janë shumë. Dakor. Po Firdus. Më fali, puna që ka bërë AKU-ja, jo se unë jam pjesë e këtij institucioni. Po, që ta përfshi edhe Dashamir Çelën, që na ka ardhur bisedë, mirë se vjen Dashamir. Po Firdus. Për këtë rast ka qenë tepër korrekte, për arsye sepse përveç se pacio shka për rasti i parë, ky subjekt është futur në subjekt me risk. E të gjitha ngarkesat, sepse ky ka pruar ka sjell përsëri gjatë periudhën 10 ngarkesa në pikë. Të gjitha ngarkesat kanë kaluar në filtr. Janë marrë mostra, edhe kështu që ka kaluar një filtr që mos kaloj këtu produkte si ky dhe produkte të tjera të këtij lloji me ngarkesa
të aflatoksinës në këtë rast dhe të mos kalojnë më smutën në territorin e Shqipërisë. Normalisht, në rast se ky do shpërndashe, dëmi do ishte i goxha, domethënë prezent në fermat që merren ose tek qytetarët, konsumatorët që merren me lëndën e parë me qumshin. Pra, ne do gjenim një qumësht i cili do ishte shumë i kontaminuar. Duhet ta sjellësh në një formë pak më tjetër. Nuk është qumshi vetëm, është dhe mishi, është dhe veza. Pra, ne duhet ta sjellë shumë thjesht, që ta kuptoj kushdo që na çdo nën produkt që vjen ose çdo aktivitet blektoral, pra që do të thot lop, qumshi, viça për drejtim mishi, shpend, dosa, që çdo gjë që konsumon misër, që ka një cikël prodhimi. Ai prodhim do të ketë problematik me aflatoksinën, pra rikthehet, siç e përmendi kolegu, në M1. Pra, blektoria për qumësh do ketë të njëjtin problem, blektoria për mish e ka pak më të ulët, me fjalë efektin, shpendaria e ka dhe më pak të ulët, dosat, gicat e kanë pak më të ulët, pra efekti është në gjithë zinxhirin blektoral. Pra, dhe kjo është një nga detyrat më të mira që ka bërë AKU-ja, sepse të gjithë ngarkesat duhet ta dini që gjithë ngarkesat vinë me analizë të shoqëruara, po jo të gjithë analizat e shoqëruara janë reale, janë të korrekte, janë të vërteta. Prandaj kjo është, edhe kjo ngarkesë, shiko, edhe kjo ngarkesë, dhe 25 tonçi, edhe 75 që është bllokuar, ka të shoqëruar analizë, fletë analizës ku e thot për mbajtjen e aflatoksinës. 75 është quar për mostra, nuk ka akoma përgjigje. Është gjetur ndonjëherë granit aflatoksin tek veza? Tek veza nuk e di të jetë gjetur. Tek veza zakonisht është çështja e salmonelës, po ka i problem shumë madh tek ajo që ne bëjmë analiza. Për shembull, nuk di të jetë analizuar vezë ndonjëherë për aflatoksin, për salmonelë patjetër që po. Por do doja të merrim disi gjërat me radhë. I gjithë ky aksion që po bëhet aktualisht nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, patjetër që është absolutisht i vonuar dhe kjo nuk është punë e tyre e përditshme. Kjo po ndodh tani, sepse ka pasur një presion të vazhduar nga industria e përpunimit qumshtit. I domosdoshëm? Patjetër, i domosdoshëm dhe i domosdoshëm për të vazhduar, jo fushatat siç nisin te ne një muaj dhe pastaj ndërpriten, sepse ka pas një presion në thojza nga industria e përpunimit qumshtit ndaj Ministrisë Bujqësisë, që dakord, nëse mua më del qumshi me aflatoksin me nivel mbi normat, nga vjen. Sepse nëse kemi parasysh sloganin ne jemi çfarë ham, kjo ndodh edhe për kafshët. Edhe kafsha është apo të jep produkt atë çfarë ha, sigurisht. Kështu që nga më vjen mua aflatoksina në qumësht, më vjen nga ushqimi për kafshë. Atëherë kush është autoriteti që do kontrollojë ushqimin për kafshë? Është Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Në këtë vazhd ka pas një kontroll të shtuar, sepse fatkeqësisht tani për hir të vërtetës, ky lajm doli në alert. Në emision që e tha një zyrtare AKU-s për rastin e mostrës, të premte në mbrëmje. Sepse tema ishte për ushqimin për kafshë si një element i rëndësishëm për sigurinë ushqimore. Dhe zakonisht ne nuk kemi subjekte me risk të lartë, të konsideruar me risk të lartë në importin dhe tregtimin e produkteve e bazës ushqimore. Dhe ka me risk të mesëm ose të ulët. Ato me risk të mesëm kontrollojnë një herë 9 muaj merren mostra. E kuptoj. Dhe ky biznes ka qenë në risk të ulët apo? Jo, është tani për sa kohë shtuan kontrollet të kohë për gjetur nga po vjen aflatoksina. Tani shkon në risk të lartë. Tani hym me risk të lartë, sepse sigurisht ne e dimë që faj nuk mund të mos jetë fare i importuesit, për sa kohë eksportuesi serb të jep vlerë raport analiza, të cilat mund të jenë nuk e di çfarë laborator janë bërë, mund të jenë falsifikuar e tjera. Edhe ne i kemi çuar portokallet edhe mandarinat atëherë me analizat tona, po nuk është faj i importuesit në këtë rast. Është faj eksportuesit, importuesi ka flet analizën dhe është rregull, po nuk është problemi kush është fajtori në këtë rast. Këtu. Problemi është që qoftë ky subjekt që tashmë edhe për fat mirë tonë dhe për fat keq aty hyn me risk lart dhe do t'i kontrollohen shumë ngarkesa rresht, paktën minimumi 10 ngarkesa do t'i merren për analizë, dhe aq më tepër kur nëse janë nga i njëjti eksportues në Serbi apo nga do që tjetë. Dhe është e mirë për ne, sigurisht për fermerët, për industrinë e përpunimit qumshit dhe në fundit për ne si konsumatorë, sepse do të minimizoj çështjen e aflatoksinës. Ne nuk është se jemi të panjohur me aflatoksinën që në 2013, të paktën që ka pasur lajme masive, por çështja është se duhet kuptohet e para sa është risku i saj, e dyta nga vjen. Shiko, që mos
Pra, doja ta thoja këtë që vërtet është punë e mirë AKU-s, por është e nxitur dhe duhet vazhdoj. Një subjekt, e thanë, çdo ditë ka kamion në import me misër dhe me ushqim për kafshë. Mirë, po ama unë si konsumator, për të thënë vërtetën, mua nuk më intereson se si futet misri, mua më intereson vetëm të di, produkti që unë kam në tavolinë, që mua më vjen në tavolinë, është i sigurt apo jo? Prandaj quhet Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, sepse ka për detyrë të garantoj sigurinë ushqimore në të gjithë zinxhirin, përfshirë edhe ushqimin për kafshë. Edhe ushqimin jo që importohet, edhe misrin që prodhohet tu, edhe silazhin që prodhohet tu, edhe jonxhin që prodhohet tu. Pra, ai është një autoritet i cili uroj shumë që ta vazhdoj vërtet këtë për mirë të konsumatorëve. Shiko, duhet ta themi që pak edhe kështu në mënyrë edhe mediatike për çdo lloj panikosje që mund t'i vi konsumatorit. Nuk ka shqetësim. Këto janë kontrole që do vinë gjithmonë duke ushtuar, këto raste do vinë gjithmonë duke ushtuar, sepse do të bëhen më të rrepta, do t'jetë një intensifikim. Integrimi Europian do t'a kërkoj, unë jo pa qëllim, po shikoja pak dritaren e denancimeve të Bashkimit Europian në Raspi. Italia ka pafund aflatoksin, ka pafund denancime për produktet e Turqisë, kryesisht të kikirikëve, arrave, lajthi, bajame dhe fiq të thatë, sidomos fiku i thatë i Turqisë është plot me denancime për aflatoksin. Pra, kjo është detyra. Tek e fundit, kjo duhet ta kuptojmë pak më qartë, kjo është detyra që të mbrojmë jo vetëm konsumatorin, po të mbrojmë edhe biznesin. Po mirë, kur thuhet, se tani ka dhe një gjë, kur thot, edhe Graniti thot që bizneset e qumshtit kërkojnë, kanë bërë presion të AKU-ja që të bëjnë kontrole. Pse, në çfarë aspekti? Atyre u vjen produkti dhe kur bëjnë analizat e qumshtit del që është aflatoksin? Po nëse i del fermerit me aflatoksin nga kafsha, sigurisht mund t'i dali edhe atit, pavarësisht gjithë përpunimit. Por nëse një rast i vetëm të ndodh, sepse ishte para pak ditësh një rast i vetëm, nëse një rast i vetëm të ndodh, ti do të gjesh nga po të vjen. Pavarësisht se aty mund të ketë 10 subjekte që nuk ju rezultat. Pra, çështja është te kontrolli me detaje i ushqimit për kafshë, konkretisht e misrit. Fabrikat e mira të qumshit kanë laborator super model. Po mirë, dakord. Dhe ato kontrollojnë jo vetëm aflatoksinën, por kontrollojnë çdo gjë që i përket qelitave somatike e të tjera. Pra, kur ka kështu lloj identifikimesh, patjetër që ato sjellin dhe alertin ndaj politikbërjes, ndaj se fusin qumshtin e fermerit. Për arsye sepse kujt i shkaktohet dëm pastaj fermerit. Sepse në këtë situatë që ne jemi, nëse një fabrikë e cila ka investuar 20 milion, 30 milion euro, nuk e ka problem të marrë një qumësh me zero aflatoksin nga Hungaria, nga Çekia. Po ne duam, ne me këtë duam dhe kam përshtypjen, dhe ky është qëllimi i AKU-s dhe Ministrisë së Bujqësisë, të mbroj dhe fermat blegtorale, të mbroj prodhimin vendas. Dhe kjo është dhe të mbroj sigurinë ushqimore. Firdusin edhe për asgjësimin e tyre. Firdus, çfarë ndodh tani si do asgjësohet gjithë kjo sasi? Që dhe njerëzit mos jenë skeptik për ku do të përfundojë misri. Sasia që është e bllokuar, asgjësohet në kombinim me disa inspektoriate, bashkë me inspektoratin e mjedisit, që është inspektorati kryesor që do të jetë prezent, për arsye që ky produkt mos japi ndotje në mjedis, me përfaqësues të pushtetit vendor, ashtu dhe përjetëta përfaqësues edhe ne si AKU. Tani, sipas diskutimeve dhe pyetjeve paraprakisht që kemi bërë me mjedisin, ky është një produkt i cili është bimor, që ka dalë nga toka dhe i përket tokës. Thjesht mirë që mund të bëhet ple, me groposje, domethënë bëhet pra mund të bëhet ple, nuk ka ndonjë problem. Jo, s'ka asnjë problemi. Mirë qartë, domethënë edhe ai që e ka importuar do t'ia gjej një vend. Do ta shes për diçka. Jo, më do ta groposje. Jo, ai nuk do ta shesi, kjo do bëhet, do dërgohet, do groposet, do bëhet ple. E kuptoj. Mirë, të falenderoj. Po e bën AKU-ja, apo e bën biznesi që i ka bler? Biznesi në supervizimin e AKU-s dhe tatimeve. Biznesi në mbikëqyrjen e AKU-s edhe të mjedisit dhe të pushtetit vendor. Një pyetje kam unë për Firdusin, pse nuk ka drejt ta kthej
kur produktin kur nuk është konform, apo varet si që kanë bërë kontratën, Jo, ka kaluar çdo ganim. nuk e pranojnë ato, për arsye është sepse ka diçka. Subjekti ka parapaguar vlerën e misrit, gjithashtu ka parapaguar të gjithë detyrimet ndaj subjektit që nga ka importuar, por ka thënë ata shikojnë më të arsyeshme thonë që të bëhet azjetësimi atje. Ka kryer dhe veprime doganore. Ka kryer dhe veprime doganore. Biznesin sepse mund t'ia kompensojnë pastaj me sasi të tjera ndoshta. Varet pastaj që marrëdhënie biznesi nuk Do biznesi shqiptar është edhe ky, prandaj. Jo, ke shumë të drejtë sepse edhe unë isha kurioz pse nuk po ja kthejnë. Tani mua më del se ne kemi bërë bashkë bisedën, porosit online dhe po të erdhi produkti i gabuar, duhet ta kthesh. Edhe nëse ke problem me mishin nga Brazili e kthen. Ka kryer veprime Ta doganore. largoj Firdusin se duhet kompjuteri regjis. Firdus, falenderoj shumë që të pata. Faleminderit shumë. Natën e mirë. Ta përfshi edhe pak Dashamirin, me që e kam se na dëgjoj Dashamiri gjithkohon, po ai është fermeri që e ka hallin në të vërtet. Dashamir, ti vetë ke një fermë, çfarë kryesisht nxjerr nga ferma jota? Ne faktikisht jemi një fermë gjelli, lop qumshi, në fshati Samatic, dhe prodhojmë qumsh. Edhe mish, kryesisht qumsh. Kryesisht qumësht. E di e ti më përpara për aflatoksinën? Po, se ne jemi ndjeni faktikisht. Ne si fermë do mos fermat e mbra Shqipëri, janë shumë korrekte me çështjen e sigurisë ushqimore dhe bën çmos domethënë për të mbajtur një standard sa më të mirë domethënë, edhe për mirëqenien e kafshës dhe për mirëqenien e konsumatorit. Po dhe vetë ne si bizneset duhet të jemi ndërgjegjshëm që nuk punohet me probleme të tilla. Se ka shumë, ka kosto, ka penalitete dhe kështu që po, Dashamir, sa baktike? 150. Jo, 60 krerë kemi faktikisht. Jemi proces blerje një 30 krerë akoma, diku tek 100 krerë do vend të nga. Diku tek 100 krerë. Sa qumësht prodhon ti? Paka shumë flas, mesatarisht, ë? Momentalisht prodhon 1 ton. 1 ton qumësht. 1 ton. Të ka ndodhur ndonjëherë, e kuptoj, të ka ndodhur ty ndonjëherë që të marrësh të dali qumshti me aflatoksin? Jo, nuk më ka ndodhur sepse mund ta thash, ne faktikisht shoqatë e vlektorëve kemi dhe ne domethënë laboratorët tanë, së fundi kemi marrë laboratorët analizat që bëjmë analizat e aflatoksinës dhe jemi koshient domethënë që bëjmë her pas here domethënë analiza për ta pasur ditë hyrje në aflatoksinën. Po kemi parë. Pra ti bën analiza edhe nëse e merr misrin nga një apo grurin apo nuk e di, apo jonxhën e merr nga një i importues i cili është i certifikuar. Dashje e prodhon vetë. Më dëgjon. Po. Problemi është se ti nuk e ka fajin as importuesi, as blektori, as fabrika për pundimin e qumshit. Po kush e ka? Importuesi e blen me flet analiza ku thot 5 aflatoksina. E kupton? Edhe ma shet mua domethënë subjekt, po prapë dhe unë jam blektor, nuk jam laborator domethënë që të bëj analizën. Po ne të fundit si shoqat kemi bërë analizat të nisët edhe jashtë shtetit, e kemi parë që nisri ka ngarkesa aflatoksina. Ka domethënë se nuk përputhet domethënë me normat që ai kam bisasinë e lejuar, Kam bisasinë e lejuar. Dhe ndajo dhe ne domethënë si shoqat e kemi reduktuar, e kemi përgjysmuar në sasinë e nisrit. Ose po thuaj se kemi reduktuar fare dhe kemi shtuar suplement për mbrojtjen për të shmangur atë aflatoksinë. Pra misri del shpesh me aflatoksin dhe prandaj dhe ju e shmangni. Po se s'kemi çfarë bëjmë, nuk është se del shpesh, po sidomos në muaj tash na shtatori deri në mars, misri është ka probleme, vetë ka probleme. Po edhe importuesit nuk është se nuk mund ta kontrolloj, sepse ka lagështi, ka shumë gjëra të tjera. Po shoh ama që derisa ne kemi zvogëluar sasitë e misrit domethënë në racionet ushqimore, shohim që edhe aflatoksina ka rënë domethënë
Ka rënë shumë ndjeshëm. Dhe kjo nuk ndikon as te sillazhi, as te jonç, sa do jonç po prap, sillazh po prap, grur po prap, el po prap, po desa i përgjysmon domethënë sasinë e misrit dhe aflatoksina është reduktuar. Një gjë e mirë është AKU-ja këto kohët e fundit, se unë kam bërë intervistë të premte me Sokolin dhe Sokol Edimir që unë e kisha vend djeni domethënë AKU-n që misri nuk është ai që shfaqet në kartelat që ata bjen të dëne. Megjithatë këto ditë e funda AKU-ja ka bërë një punë të mirë sepse ka bllokuar disa vetëm këto ditë këto ditë besoj ju, po unë para nuk e di, po këto i kam parë që kam parë portalit, domethënë shoh që AKU-ja e kuptoj. Është vend lëvizje domethënë për të kontrolluar sasitë e misit që hyn dyshim. Shiko se e bëmi qik misrin 7% të misit ne prodhojmë në vend. Po tani ne po merr kemi gjithë këto tonë nga Serbia. Rreth 250.000 tonë misër ne i prodhojmë në vend. Dhe afërsisht rreth 95.000 tonë ne i marrim nga importi, nga të cilat 70-72.000 tonë janë nga Serbia. Pra, nuk duhet ta shikojmë me një lloj si thuash negativiteti, ndërkohë që ne kemi 7% e kemi prodhim vendasi. Pra duhet të shikojmë pak, të ndjekim pak edhe prodhimin vendas. Dhe në këtë rast nuk e ka vetëm AKU-ja, po e ka dhe agjensia AKVMB-ja, që duhet jetë dhe ajo në teren. Sepse një nga gjërat që misri kalon në aflatoksin është kushtet e mbajtjes, lagështia e tepërt dhe krijon të ketë kushtet. Pa ndoshta edhe Ministria e Bujqësisë në skemat e investimeve të subvencion, po të granteve në bujqësi duhet japi edhe për magazinat adekuate, këtë duhet ta them, adekuate për mbajtjen dhe ruajtjen e misrit për blektorin. Pra kjo me çfarë ne tash ndeshemi është një problem që duhet zgjidhur. Ajo pastaj tjetër që duhet ta themi me plot gojë, për mos me vendos dhe këto vështirësitë edhe të biznesit, po edhe të AKU-s dhe të gjithë aktorëve të zinxhirit, duhet që ne të kemi në këto pikat kryesore hyrëse doganore, ne duhet kemi laborator të cilat e bëjnë analizën në vend. Pra, nuk ka pse të kaloj të bëjsh doganimin një ngarkesë dhe ti të mos kesh mundësi ta kthesh mbrapa, po aty në dogan ti i bën analizën nëpërmjet laboratorit përkatës. Me çfarë jam informuar dhe nga Ministri i ri i Bujqësisë, në Shqipëri do të vendosen rreth 5-6 laborator rajonal. Kjo është një nisë shumë e mirë. Jo, mund ta diskutojmë në një moment të dytë atë. Pa e konsumuar, jo, s'ka problemi lirë po. Ne kemi laborator, po thjesht nuk funksionojnë. Pse? Sepse laboratoret rajonal të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit nuk funksionojnë për bërë analiza aflatoksine. Pra që më pak mund të kenë inspektorët në pikat e inspektimit kufitar, disa laborator të vegjël portativ. Jo ka dhënë një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian para 2 vjetësh, mos gaboj ose 3 inspektorëve të pikut AKU-s, disa kite, disa pajisje për të kryer disa analizat shpejta dhe ata si përdor kush. Nuk janë pra aflatoksinën, por Iliri thotë që është edhe për kushte mirëmbajtje. Ti mund ta bësh analizën, ta kesh në cilësi të drimë cilësi nga Serbia dhe mos kesh ku ta mbash. Besoj një pjesë e mirë jone e din që të parë ta mbanin ceptoborre disa kosha, quaj kosh me rrjetaj ku vinin misrin për të ushqyer edhe për vete për dimrin. Pra, ata nuk ishin budallej, sepse ai rosej, nuk prekej nga zojsh, ishte me rjeta, pra merrte ajër gjithkohën dhe nuk krijon të myk, pra mykotoksina, në këtë rast aflatoksin, ose edhe të tjera. Nëse shohim pamjet e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, të cilat fatkeqësisht as tani që flasim nuk janë as në faqen në website në AKU-s dhe as në rrjetet sociale si informacion për publikun, po janë marrë thjesht nga media në mënyrë konfidenciale. Nëse këto janë kushtet kur ruhet ky misër, sigurisht nuk janë të përshtatshme. Misri apo drithrat ruhen në silloz, dhe pastaj shitet kur t'i vi koha. Nëse ruhet në të kushte edhe nëse të vjen në gjendje shumë të mirë nga Serbia apo nga ato që të vi, ai do zërë myk aty. Kjo është për të marrë në konsiderat. Ne mund t'na vi, laboratori mund ta nxjerrë në doganën e Arnitotit, në Durrës, në portin e Durrës, mund ta nxjerrë brenda parametrave, dhe në gjatë mbajtjes në këto depot që ne i mbajmë, ajo mund të kalojë me një pikë ujë të hyn aty dhe ai kthehet në myk. Edhe kthehet në myk. Mirë, të falenderoj shumë. Faleminderit Sokol, faleminderit Ilir, kënaqësi. Faleminderit shumë dashamir që të pata në bisedë edhe uroj mos të kesh asnjëherë raste me aflatoksin.
Jo vetëm ty, po të gjithë fermerët. Mirë, do të shkoj pas pak tek momenti i kolesterolit. Si trajtohet kolesteroli? Po do shkoj vetëm në një shkëputje për gjithë partnerët tanë edhe do rikthehemi pas pak në kohë reale për diskutuar me Altin Jokën si nutricionist.